Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka hapur zyrtarisht fushatën elektorale, me qindra demokrat u mblodhën në sheshin Nën Tereza. Sali Berisha vendosi të ndjek modelin e fushatës së Donald Trump. Kjo edhe për faktin se në krye të fushatës është Chris Lasivita, strategu që i dha fitoren presidentet amerikan. Ky i fundit u shfaq krah liderit të PD, teksa në fjalën e tij të shkurtër premtoi fitore më 11 maj. Në fund ai që mori fjalën ishte Sali Berisha. Normalisht nuk munguan sulmet dhe akuzat ndaj mazhorancës dhe Edi Ramës, edhe pse nën hetim nga SPAK. Berisha tha se nuk kërkon pushtet, para dhe luks. Miq, Shqipëria është e smur. Kjo smundje quhet Edi Rama. Kjo smundje quhet Edi Rama. Kjo smundje quhet Edi Rama. I tmerruar nga e vërteta, i tmerruar nga transparenca. Ka 2 muaj që është ngujuar në zyrë. Ka 2 muaj që flet me vete. Ka 2 muaj që ka frikë. Por miq, u përpoq me çdo mënyrë. U përpoq me gjithçka. Me arrestime, me korupcion, me përçarje, me çdo gjë, që Shqipëria të mos kishte opozit. Ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur. Edi Rama, vazhdon avazën e vjetër. Edi Rama, vazhdon mashtrime, shpifje, trillime. Por, për 12 vite shqiptarve, nuk u tregon gjë do t'i vepër, sepse kudo, ka vjedhur dhe vetëm ka vjedhur. Luftë e tij me Partinë Demokratike, trashëgiminë e saj, është luftë e Don Kishotit me mullit e erës. Çfarë do që të thonë dhe çfarë do që të bëjnë. Kjo parti është parti e pluralizmit politik. Ky flamur është flamur i pluralizmit politik. Çfarë do që të thotë, çfarë do që të bëjnë. Kjo parti është parti që përmbysin diktaturën komuniste, vendosin demokracinë dhe ekonominë e tregut. Nisur nga deklaratat e Ramës që i kujton moshën, Berisha tha se ai më qan hallin mua, një lloj si ata që i qajnë hallin kalorësit. Edvin, me atë vetin për të cilin nuk e nise përsi e nise, por mund të them se nder më bëre. U tregove shqiptarve se ku qëndron forca e pathyeshme e Sali Berishës. Miq, për sa i përket moshës, ju garantoj që ajo se ke njohur ju po unë më mend, ngjet jo me gramozin, por me gjyshin e gramozruçit. Në vijim kreu demokrat, tha se Edi Rama ka bërë gjithçka që të fshi nga historia opozitën.